Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërës. Kush është Dexhalli? Në fillim të kohës që prej krijimit të njeriut të parë, Allahu i madhëruar ka vendosur ligje dhe sprova për të provuar robërit e tij. Në mesin e këtyre sprovave, më të mëdha që do të godas njerëzimin para fundit të botës, është sprova e Dexhallit. Një trukëgji mashtrues i madh, një njeri nga bijtë e Ademit, i cili do të shfaqet në një periudhë të errët të historisë së njerëzimit, kur njerëzit do të jenë të humbur në besim, të zhytur në padrejtësi, në lakmi, në mëkate, në grindje. Pejgamberi Muhammed a.s. na ka treguar për këtë njeri më shumë se sa për çdo sprovë tjetër. Ai e ka përshkruar me fjalët më të forta dhe më të frikshme. Nuk ka ndonjë sprovë më të madhe për njerëzimin nga krijimi i Ademit e deri në ditën e gjykimit se sa Dexhalli. Ka thënë ai. Shokët e tij u habitën dhe friksoheshin aq shumë sa që çdo ditë kërkonin mbrojtje nga Allahu nga sprovimi i tij. Thuhet se Dexhalli është i gjallë, i lidhur në një ishull të largët në Perëndim, në një vend të panjohur për njerëzimin. Në një hadith të famshëm nga sahabiu i shquar Tamim ad-Dari tregon një ngjarje të çuditshme. Ai dhe disa shokë të tij udhtonin me anije kur u përplasën nga stuhia dhe ranë në një ishull të shkretë. Aty takua një krijesë të çuditshme, të quajtur Xhesase, që i çoi në një vend ku gjetën një njeri të lidhur me zinxhir të trash. Ai ishte i madh në trup, i fortë, kishte flokë të gjatë dhe syt si të njeriu që nuk sheh mirë. Kur ata e pyetën se kush ishte, ai nuk u përgjigj, por filloi t'i pyeste ata për disa shenja nga lindja e mesme për lumin e Jordanit, për datat e Bahreinit, për pejgamberin që kishte dalë në Mekë. Kur ata i konfirmuan këto, ai tha: "Unë jam Dexhalli dhe koha ime po afrohet." Kur pejgamberi alayhis salam dëgjoi këtë rrëfim, ai e vërtetoi dhe tha: "Kjo është përputhje me atë që unë ju kam thënë. Dexhalli do të dalë në fundin e kohës, në një epokë kur besimi do të jetë i dobët dhe njerëzit do të jenë të lodhur nga luftra dhe kriza. Toka do të jetë e thatë, shirat do të ndalojnë, bimët nuk do të rriten dhe uria do të mbizotrojnë. Në këtë gjendje dëshpërimi do të dalë Dexhalli. Do të dalë nga një vend në lindje e në disa hadithe përmendet si Khorasani, në mesin një grupi pasueshis të verbër. Shumica prej tyre do të jenë nga Isfahani. Do të shfaqet si njeri i zakonshëm në pamje të parë, por me shenja të jashtëzakonshme. Një njeri nga sytë e tij do të jetë i shuar, i verbër, i palevishëm, si rrushi i kalbër. Në balë do të ketë të shkruar fjalën kafir, mos besimtar, të cilën do ta lexojnë të gjithë besimtarët, edhe ata që nuk dinë shkrim me lexim. Do të udhtojë me shpejtësi të pabesueshme si era që fryn. Do të kalojnë në çdo cep të tokës, përveç dy qyteteve të shenjta, Mekka dhe Medina, që do të mbrohen nga melek. Dexhalli do të filloi të bëjë çuditëra, hindse mrekullira, të dhëna nga Allahu vetëm si sprovë. Ai do të thrasë njerëzit që ta adhurojnë duke thënë fillimisht se është pejgamber, pastaj duke pretenduar se është vetë Zoti. Do të thotë qiellit lëshoj shi dhe qiellit lëshoj shi, do të thotë tokës nxjerr fryte dhe toka do të jap të mira të bollshme për ata që i bindën atij, por ata që e mohojnë do të jetojnë në varfëri e uri. Kështu njerëzit në besim të dobët do ta ndjekin për bukën e gojës dhe për përfitimin material. Do të ketë me vete dy gjëra që i quan xhenet dhe xhehenem. Ajo që duket si xhenet në të vërtetë është zjarr, dhe ajo që duket si zjarr në të vërtetë është shpëtim. Kush beson në të, humbet. Kush i qëndron kundër, shpëton. Një ditë një djalë i ri dhe besimtar do t'i del përpara. Ai do t'i thotë me zë të lartë: "Unë dëshmoj se ti je Dexhalli." Mashtruesi që na ka paralajmëruar pejgamberi ynë Muhammed alayhis salam për ty, ti je Dexhalli. Dexhalli do ta presë atë në dysh, por më pas do ta ringjallë. Kur i riu të zgjohet përsëri do të thotë: "Tani jam edhe më i bindur se ti je Dexhalli." Ky njeri do të jetë një nga më të mirët e asaj kohe dhe vdekja e tij do të jetë dëshmi për të gjithë ata që e shohin Dexhallin. Do të qëndrojnë në tokë për 40 ditë, por këto 40 ditë do të jenë të jashtëzakonshme. Dita e parë do të zgjasë sa një vit i tërë, dita e dytë sa një muaj, dita e tretë sa një javë, ditët e tjera do të jenë si ditët tona. Shokët e pyetën Muhamedit alayhis salam se si do të faleshin në ditën që zgjasin kaq shumë. Ai u tha: "Të llogarisin orët dhe të falen sipas ndarjes së zakonshme të namazit." Kulmin e fitnes së tij, kur bota do të jetë pothuajse e gjithë në dorën e tij, Allahu do të dërgojë Isai, birin e Mejremes, paqja qoftë mbi të. Ai do të zbresë nga qielli në minaren e bardhë të Damaskut, me duart mbi krahët e dy melekëve. Do të zbresë me drejtësi dhe do të thyejë kryqin e Dexhallit, do ta vrasë derrin dhe do të heqë gjizjen dhe do të sundojë me besim të pastër. Ai do të djegë Dexhallin dhe do të arrijë në qytetin e Ludit, diku në Palestinë. Aty vetëm me shikimin e tij Dexhalli do të fillojë të shkrihet si kripa në ujë. Pra Isai do ta mbys Dexhallin dhe do t'i jap fund këtij mashtruesi që pretendonte se ishte Zot. Njerëzit do të lëshojnë një frymëmarrje të lehtësimit, e vërteta do të ngadhënjejë. Pas vrasjes së tij, bota do të përjetojë paqe të vërtetë. Isai do të udhëheqë njerëzit si udhëheqës i drejtë. Ura e padrejtësisë do të thyhet, toka do të lëshojë të mirat e saj, një grusht
gruri do të jetë i mjaftueshëm për një familje të tërë. Bagdit do të rriten pa frikë nga kafshat e egra. Njerëzit do të jetojnë në drejtësi dhe do të adhurojnë Zotin me sinqeritet, si një të vetëm dhe të pashoq. Por koha kësaj paqe nuk do të zgjasë përgjithmonë, pas saj do të vinë edhe shenjat e tjera të Kiametit, por sprova e Dexhallit do të mbetet një nga më të prekshmet dhe më të mëdhat që ka përjetuar njerëzimi. Ai do të jetë mësim për të gjithë që nuk ka shpëtim nga sprovat përveç se me dije, me iman dhe me mbështetje në Allah. Prandaj pejgamberi na mësoi të kërkojmë çdo ditë mbrojtje nga 4 gjëra: nga sprova e Dexhallit, nga sprova e varrit dhe nga sprova e jetës dhe vdekjes, dhe nga dënimi i xhehenemit. Ai gjithashtu na këshilloi të mësojmë përmendësh dhe të ajetet e para të surës Kehf që të na mbrojnë nga mashtrimet e tij, sepse sprovat do të vijnë. Por kush ka iman të pastër nuk ka për të humbur kurrë. Dhe kush i përmbahet fjalës së Zotit do të jetë i shpëtuar dhe fundi i Dexhallit do të jetë fundi i gënjeshtrës dhe fillimi i triumfit të së vërtetës, të së drejtës.